pse theti duhet me konë në listën e vendeve që i viziton këtë vit. Dalesën e parë si gjithmonë e kemi pas në X-Fest, për nafte, kafe, edhe kemi vazhdu rrugën. Jemi rrugës të shkon theth, po jemi mundu edhe rrugës e gjetëm pa hiri një pizzeri me pizza në furr drunet, kështu që unë dalem me hongër para se me shkuatin. Bofs mirë, Vita. Çka ki burasit? Me burrata edhe diavola. Që di nuk e ka emrin pizza Vita diavola. Do më thonë, nuk di mi spjegu çfarë rrugë na ka shti harta, shpresoj që gumat janë në rregull edhe stres kom për mu kthy. Ma e keqja është që përveç asaj, po më duket që jena rrugë gabim, kështu që s'dia sa kena me shku. S'më mi spjegu sa keq ke rruga. Suksese! Kemi mbritë lokacione, kështu që pamja për jashtë se tënë krejt ndodhi. Vita më s'kjaru diçka me përmend për lokacion. Çka është të? Ku kem? E kom tregu? Ah, fucking hell. Je kon të e li rrugën te. Mas plana peripetive, Vita ka arru stufën tash. Le Google Maps, tash edhe stufa. Po na pështoj pronari na ka jap qëtë gas. Para se mu nis kemi shku në Shpar dhe jemi furnizu me disa produkte, kështu që ta që na t'i po pasta me karkalica. Edhe darkën e kemi gati. Gëzuar. Mirë mëngjes, që kjo është kafja e parë. Ora është 8, nxehtëve që boj pa durushëm. Për shkak që kemi qëndru ma gjatë, tendën e kemi vendus te hosteli Rashkandolli, edhe u kon vendim shumë i duar se përveç shërbimit, pamjet u kon fantastike për i krejt anëve. Evet. Kështu më pa unë byt deri sa u banëm gati. Ta shtete të lumtur po shkojmë. Sova une se jo më ka djeks. Ta shtete po shkojmë te ujvara e Grenasit. Vytush. Jemi të u këthy prej ujvarës, ujvara ke fantastike, te për bukur, edhe mira ke që ke shumë lete e qasshme, dhe më thonë 1 orë maksimumi për me mbrim. Ja vlerë më shku. Faleminderit për informatat e tuja të sakta. Jena të dashtë të përgatit një burrito sushi, pak si jemi te,
të tregoj që shtë e bojmë tash, këtë produktet shparin. Okej, kemi algën e detit, oriz, tuna, avokado dhe pak kimchi. Edhe ta është një pecili me bëjsi burrito. Arigato Vita, të parën e kom hangër, mama mia. Pas ushqimit shkon një natë dhe pëtën mu hek dili, kështu që edhe su ishë shumë i ftohtë qëtu. Çka ndodhe Vita? Termostati? Ka me të paraqit për kundër vajtje. Erdhem të shtëpia. Veç e jana s'është ndrando. Sot gjatë ditës e kemi pa dikon të po hongër palacinka dhe unë i kom lak mu, kështu që tashëm të po palacinka edhe kemi orë të kampin. E Vita. Kush kish thonë palacinka në kamping? Në Shqipni e krepe. Krepe, më falni. Mëngjes. Ora është 7 të diçka. Na këna vendos me zgat pak pushimin. Problemi është që ja ka nisur hargju ushqimin. Sa jemi këtu mundemi me hungër, po kur po shkojmë në hajk normal s'ki opcione. Miq të dashur, se dhe kena mëngjesin e njëjtë si dje. Sa që shtam, nuk jemi përgatitur shumë mirë këtë herë. Kemi munges... Mëngjes luksi. Po e vërtet, po jo sa si mjaftueshëm. Kuzhinier, mos jo bu vot pak ma shumë se që Ani the, s'ke marrë, nuk e fërnizu mirë, 7 pula këto kanë një punë. E rejtë nuk është shumë e vështirë, po shumë i ekspertu në dili që po banë shumë zetë, po ja vlerë në përnotin që kanë e vonel. Ato palacinka që lakmova dje nuk nga dolen kesh për të. Me rëqaj të tjeshkave. Senti questa! Jemi këthy të kampi ku po qëndrojmë. Rashkadolli. Rashkadolli, e këna marrë ka një raki, këzar. Edhe këna marrë me hongër sot këtëm. Pak me lukë është qëmë. Kërë eksperimental? Sa e nëse mu bo gati, ushqimin për një hajk që të me bo nesër, ja nisi me roshi. Kjo është shtëpia janë, urana një fatë. Mirë mëngjes. Ora është 5 mëngjes edhe po bojmë gati mu nisë për hajk. Sot jena të në gjitë me majën e Arapit, që i bjenë që të, po duhet me kalu ka? Qapa e pes! Pikrisht, hajde në! Sot kemi edhe shok me sa duket.
Vita, a jemi gati edhe pak? Qafa e pejes, pejonkës. Se më veç me pamje. Woohoo, mrejtëm. Vita, Si ploki, opala. Hajkën e këna kry, gjatë krejt rrugës, vujsha për një fanta. më për një shkja tjetër të s'ka lidhe. Edhe kjo super. Kjo kom përfundimi i avanturës në Thet, po na gjithë se se kena më këthi prap. E momentin e po që kemi hinë Kosovë, jemi ndalë në X-Fest edhe kemi përfundu ditën. Ciao, jemi javën tjetër.